tensionet brenda shtëpisë së Big Brother Kosova vazhdojnë të rriten dhe këtë herë në qendër të vëmendjes ishte përplasja mes Ludos dhe Klodianit, një debat që nxori në pa kënaqësi të vjetra dhe kritika të drejtpërdrejta ndaj mënyrës së lojës. Gjatë një bisede që nisi relativisht qetë, Ludo vendosi të flasë hapur për atë që ai e sheh si mungesë totale angazhimi nga ana e Klodianit. Me tone ironike, por edhe të ashpra, Ludo ju drejtua atij me fjalë të drejtpërdrejta: "Ti nuk je aktiv në këtë shtëpi. 16 orë vetëm gjumë. Nuk ke ardhur në Big Brother për të fjetur." Këto fjalë krijuan menjëherë një atmosferë të rënduar, duke e vendosur Klodianin në qendër të kritikave jo vetëm nga Ludo, por edhe nga banorë të tjerë që dëgjonin bisedën. Sipas Ludos, prezenca fizike në shtëpi nuk mjafton, për të qenë pjesë e lojës duhet angazhim, komunikim, përplasje idesh dhe krijim dinamikash. Ludo theksoi se Big Brother Kosova nuk është një pushim apo vend për rehati, por një lojë ku çdo minutë ka rëndësi dhe ku publiku pret të shohë karaktere aktive dhe të përfshira. Ai la të kuptohet se pasiviteti I Klodianit është një formë shmangjeje nga loja dhe përgjegjësia për të përballur me situatat brenda shtëpisë. Nga ana tjetër, Klodiani u shfaq I rezervuar dhe I prekur nga kritikat, duke mos reaguar menjëherë me të njëjtin intensitet. Heshtja dhe qëndrimi I tij u interpretuan në mënyra të ndryshme. Disa banorë e panë si qetësi dhe durim, ndërsa të tjerë si mungesë argumenti për të mbrojtur. Ky debat solli në diskutim një temë të njohur në çdo edicion të Big Brother. Çfarë do të thotë të jesh lojtar aktiv? A mjafton të jesh I qetë dhe I tërhequr, apo loja kërkon zë, prani dhe përballje? Për Ludon, përgjigjja ishte e qartë: mungesa e veprimit është mungesë loje. Pas kësaj përplasjeje, raportet mes dy banorëve u ftohen ndjeshëm. Klodianit ju shtua presioni jo vetëm nga bashkëbanorët, por edhe nga publiku, I cili shpesh ndëshkon pasivitetin me vollë. Ndërkohë, Ludo u pa si një ba.